Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Kosovës vijon përpjekjet për konstituim. Pas përgjigjes së ardhur nga presidenti Vjosa Osmani, drejtuesi i përkohshëm i seancës Avni Dehari thiri një takim krerët e grupeve parlamentare për të dakordësuar se si do të procedohet në seancë. Përfaqësuesit e grupeve parlamentare vijojnë të ndajnë mendime të ndryshme. Merret kryeministri në detyrë Albin Kurti refuzoi të përgjigjet nëse i ka votat për konstituimin e kuvendit. Pjesëtari i koalicionit qeverisës në Kosovë, Nenad Rashiq, tha se është normali që partia me më shumë vota të jetë bartëse e përgjegjësisë për krimin e qeverisë, por këtë ai kërkoi votat për konstituimin e kuvendit dhe fillimin e procedurave për krimin e koalicioneve që do të japin shumicën qeverisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se në mungesë të ndryshimit të rrethanave qëndrimet mbeten të njëjta për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Në këtë kushte nuk ka miratim të raportit Komisionit Mandateve, deklaroi Memli Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, këmbguli se kryeministri dhe ministrat nuk mund të betohen si deputet as sot, pa i dhënë dorëheqjet nga pozita zyrtare. Para nisjes së seancës konstituive, Abdigjiku tha se qeveria Abdullah Hoxhit ka vepruar sipas procedurave 4 vjet më parë, se ai e ministrat e zgjedhur deputet kishin dhënë dorëheqje. 4 vite më parë këtu në kuvendin e Kosovës, kryeministri Abdullah i ministri i shëndetësisë Zemaj nuk kishin ardhur në seancën konstitutive për përgatimin shqetësoni. I keni inqizimet, kanë ardhur në seancën pasuese pas kanë dorëzuar. Ishte Lumir Abdigjiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi se ekspertë procesit dhe ligjit kanë rekomanduar që të mos votohet raporti në lidhje me quorumin apo praninë, sepse në këtë mënyrë bëjmë shkelje të ligjit. Pas ligjit të ri që ka bërë qeveria, që ka bërë Kurti, ai duhet me dhënë dorëheqje para dhënies zbetimit, në fakt para certifikimit të rezultatit. Ata që janë njësë më të mirë procedurat, që thonë nuk jam unë eksperti më i mirë, na kanë sugjeruar që mos me votu, se ne bëjmë shkelje të ligjit, nëse votojmë raportin për quorumin ose për prezencën. Përpara se të futej në kuvend, Haradinaj bëri të ditur se do të votojë në përputhje me qëndrimin e partive të tjera opozitare. Ai shtoi se nuk ka pasur më komunikim me kryetarin e nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, përveç se një përshëndetje të shkëmbyer më 15 prill gjatë seancës konstituive. Gjithashtu Haradinaj tha se duket se deputeti Adem Hoxha i është bashkuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por theksoi se mbetet që ky i fundit ta konfirmoi personalisht. Është në shkelje ligjore, po nuk kanë dhënë dorëheqje të plotë kryeministri dhe ministrat. Do ta shqyrtoj tani prapë me kolegë deputetë dhe me parti të tjera, po Aleanca nuk do ndahet, do të votojnë bashkë opozitë. Bota. Administrata e Donald Trump do të mbyll afro 30 ambasade dhe konsullate amerikane në mbar botën. Informacionet vijnë përmes një dokumenti të brendshëm të Departamentit të Shtetit. Lista përfshin ndër të tjera ambasadat amerikane në Luksemburg, Lesotho dhe Republikën e Kongos, Republikën e Afrikës Qendrore dhe Sudanin e Jugut. Në të njëjtën kohë, propozohet mbyllja e 5 konsullatave në Francë, 2 në Gjermani, 2 në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe 1 në Mbretërinë e Bashkuar, 1 në Afrikën e Jugut dhe 1 në Korenë e Jugut. Në dokument sugjerohet gjithashtu reduktimi i pranisë në 2 vende kyçe për politikën amerikane kundër terrorizmit, Irakun dhe Somalin, si dhe për ripërcaktimin e masisë së misioneve të tjera diplomatike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.